prizmës. Normalisht kur një protest nuk kthehet në vizje dhe në një subjekt politik, ajo bëhet e dhunshme. E bëhet e dhunshme sepse në një jo diktaturë, në një vend i cili ka përkrahur pluralizmin e demokracinë, ka ngritur institucione, është i angazhuar në shumë, po themi, institucione ndërkombëtare demokratike, si ne, bie fjala në BE, ose NATO, në shumë organizma të tjerë të rëndësishëm. Pjesa e bukur e diskutimit është se mund ta quash ti diktaturë, por në fakt ajo që të lejon ta quash diktaturë, ajo që të lejon të protestosh, ajo që të lejon të shash edhe të nxjerrësh mllefin, ajo që të lejon të grumbullohesh, të gjuash edhe me gur, edhe me molotov, që të paraqitesh në media dhe të marrësh rolin e protagonistit. Edhe normalisht nuk të gjen gjë, realisht nuk të gjen gjë, se kështu në arrestime në diçka e tillë bëhet, dhe demokracia bën. Por nuk të gjen gjë, e kam fjalën që nuk shkon burg të përjetshëm, nuk shkon nxjerrësh krom si në diktaturë. Dhe ta quash diktaturë, atëherë kur ka rënë diktatura është njësoj si antikomunisti Sali Berisha masi ishte komunist edhe ra komunizmi. Ne sigurisht shpërdoruam fjalën antikomunist, sepse u bëm antikomunist jo në komunizëm, por kur ra komunizmi. Dhe themi diktaturë kur ka rënë diktatura dhe kur ne llastohemi duke sulmuar demokracinë. Në këtë pikë është edhe raporti i çuditshëm kokë poshtë e një shtrese e cila është formuar gjenerata dhe shtrese që është llastuar, ka rritur në mënyrë eksponenciale kërkesën, është llastuar dhe nuk pret derisa të bëhet për pushtete. Jo vetëm ajo, po ka edhe mënyrën tjetër të interpretimit që egzageron në çdo lloj gjëje, duke mësuar pak edhe nga ish komunisti, ish sekretari i partisë edhe folk bolsheviku Berisha, për të thënë më të pavërtetat si të vërtetat më të mëdha të botës. Gjithsesi, protesta do bëhesh e dhunshme sepse ajo u zvoglua. U zvoglua dhe u denoncua. U vetë denoncua. Ja për shembull, partia e Qorrit dhe partia e Redi Muçit është vetë denoncuar, ka njerëzit e saj, të cilët gjuhen me gur, që përdorin dhunën, që shajnë edhe shajnë keq. Ata janë sponsorizime dhe bashkëpunëtor të left, pjesës më agresive në Parlamentin e Bashkimit Evropian, më komunistat dhe më marksistat. Janë njësoj me Ilaria Salis, e cila është një kriminele. Duhet ishte në burg, e ka mbrojtur vetëm imuniteti i parlamentares, sepse ajo sigurisht është një femër agresive, grua agresive, një çegevarizmi, është dashnore e Kubës, dashnore politike, po them, e Kubës, e Fidel Castrizmit, ashtu si kundër është Redi Muçi bashkë me Arlind Qorrin. Dhe ata që kanë organizuar aty, por dhe left ka mrapa dhe fondacionin Soros dhe Sorosin. I shfrytëzon tash, sepse sigurisht do ta shpjegoj me vonë, do hakmerret ndaj Benjaminit të tij në pushtet, ish Benjaminit të tij në pushtet që është Edi Rama, dhe për fatin jo të mirë të Benjaminit tjetër që është Erion Valie, i cili është në burg. Sigurisht do të gjejë elemente të tjerë të ultramajtizmit për t'i sponsorizuar, mbajtur gjallë. Redi Muçi thot, masi e merr Grida Duma, e cila është sigurisht ka që pa anshme është sa ka qenë deputete e Partisë Demokratike, folk bolshevike të Sali Berishës. Pra, janë këti element të tillë, sigurisht, njerëzit e Redi Muçit edhe Arlind Qorrit nuk janë folk bolshevik si ata që gjujnë me gur, thyen edhe shkatrojnë të Sali Berishës. Këta janë një natyrë tjetër. E kanë gojen po aq të ndyrë, janë po aq maskarej në shamjet fyrjet, dhe njëkohësisht paraqiten mirë, paraqiten si intelektual, por mbeten
ultramajtist dhe sigurisht njerëz të dhunshëm. Ashtu si kundër janë organizimet e këtij krahu dhe left po shpjegoj edhe herë në Bashkimin Evropian. Janë të vetmit ata që kanë ardhur ti përkrahin. Edhe t'ju kanë ardhur nëpër zyra, i kanë takuar, bile kanë takuar edhe të majtin par excellence Fatos të Bonja, dhe njerëz të tillë, të tipit ish nomenklaturës, të cilët do të bëjnë majtin tash pse kujtojnë se do të bi situata këtu ke ne, Edi Rama do jetë më përfaqësuesi i Partisë Socialiste, Partia Socialiste do marrë malet edhe marrëzira të tilla. Por Edi Muçi kështu është në pamjet. E shikon që vjen atje, ata sulmojnë policinë, janë po të njerëz që kanë sulmuar policinë dhe bëjnë skena duke e xhiruar veten, që i kap policia, që gjuajnë, që shajnë, dhe sigurisht e xhirojnë njëri tjetrin për të paraqitur, ja çojnë atyre në Evropë, ata i shumë fishojnë aty, ja çojnë edhe me djenit të sakta që kanë dhe fondacionit Soros, dhe Edi Muçi thotë sponsorizuesi më i madh është rroga ime e deputetit. Po ju shikoni që ai shkon, i takon të gjithë para parlamentit, para se të filloj sulmi, dhe pastaj futet në parlament. Kush është tjetër? Tjetra është një nga frymëzuesit e tjerë, avokata Edlira Çepani, vajza drejtësim ose shpëtim Çepanit. Duken nga emri që janë skraparlli, janë nomenklatura e vjetër, e ardhur në Tiranë, kanë ardhur me pushka ata, sigurisht. Jati ka qenë ambasador në Kubë dhe mbulonte Meksikën. Edlira vetë në 81 ose 82 ka lindur në Meksikë. Dhe shkollën fillore ka filluar në Kubë. Ka ardhur 12 vjeçë në Shqipëri. E mbajti edhe Sali Berisha në fillim Çepani sepse i duhesh. Nana e saj ka punuar edhe ajo në shërbimin diplomatik, po mbulonte sektorin e sigurimit të shtetit. Të tillë janë, tipa janë, dhe sigurisht kjo vajza ka ditur vetëm spanjisht, shqipen nga dal, e mësoi, pastaj shkoi në Itali, mbaroi gjimnazin këtu, Hari Fulsin duket, dhe shkoi në Itali. Problemi është se kjo vajza sigurisht ka një dashuri të jashtëzakonshme për Kubën, për Fidel Castrizmin e saj. Është mbrojtur, ka jetuar aty. Është ultramajtiste sigurisht edhe mori për burr të ndjerin Bogdani. Partia Demokratike ka pasur shumë, Sali Berisha ka pasur shumë njerëz të tillë afër. I kishte të lidhur me regjimin, i kishte të lidhur me sigurimin e shtetit, i kishte të lidhur me diplomacinë, kishte njerëzit e nomenklaturës dhe superstrukturës së regjimit komunist, si kundër ishte edhe vetë. Çepanët edhe Edlira Çepani urrëten për Edi Ramën e ka jo për antikomunizmin e tij thjesht, ajo po, por e ka sepse ajo e ka Çepani mbi emrin, që është edhe katuni i Ilir Metës, kurse Edi Rama e ka Rama. Sigurisht është shumë më i fisëm. Dallimi është fshat qytet, po edhe me mbiemër. Sigurisht stërgjyshi i Edi Ramës është një patriot, kurse këta kanë qenë gjithë jetën opingar edhe nuk e di sa mund të kenë qenë njerëz tillë që kanë ardhur në Tiranë pastaj për të bërë edhe njerëzit e lartë. Tashti si avokate, si mbrojtëse, sigurisht kjo spanjisht folsja, e kupton, i zgjedhon foljen, mendimin derisa u bë e madhe, jo tash që mund të jetë 40 sa vjeçë, 45 vjeçë, 46 vjeçë, tash edhe herë deduktohet ditëlindja, o 81 ose 82, dhe mendon gati si në Kubën e Fidel Castros. Ka lënë shenjë Kuba, për sigurisht duke lënë shenjë Kuba e ka bërë edhe këtë të dashuruar mas një ultramajtizmi çegevarizmi e Fidel Castrizmi të jashtëzakonshëm. Dhe kjo është drejtuese e revolucionit flamingove. Dakor? Pamje tjetër që do komentoja është ajo vajza nga Kanadaja me flamurin, me ca këmbë trasha kështu, e cila flet edhe anglisht dhe uluret si e çmendur. I drejtohet bile dhe kryeministit Kanadas edhe fkullin se shflet disa fjalë që nganjëherë nuk kanë edhe lidhje. Thot ne kemi sopatat, pastaj e deshet revolucionin, ulurin si histerike, aty bëjnë shumë si histerike, kuptohet, një me çantë që janë disa prej vajzave,
disa janë të organizuara nga këta dhe leftët edhe Red Muçi edhe kompani, disa tjera, këta nuk bëjmë pjesë ke grupi Sali Berishës, nuk ka vajza të tilla Sali Berisha, ka janë ultramajtist. Janë pinguinët, ku të shifni vajza që u lurasin edhe thrasin, pak kanë lidhje me horrat e Sali Berishës. Ata janë mësu me gurë me kësi gjana, janë folk bolshevik. Ata po i panë ato vajzat rrezik i marrin dhe i hedhin prej lanet, po tani kanë marrë urdhër mos i luni edhe këta. Nesër ja tregojmë ne këtyre, por sot na liverdisin që t'janë. Po kjo kanadezja me ulurimat e saj, ishte tregonte se kush është niveli në përgjithësi, kujt i duhet dorëzuar situata, kujt i duhet dorëzuar pushteti. Kësaj prej Kanadait i duhet dorëzuar pushteti. Vinë shpesh kështu nga jashtë, gjithfarë. Nuk mjaftojnë vetëm hashashlit që vinë nga Londra dhe sa me pedin penale që vinë edhe nga Italia dhe nga Franca dhe nga Gjermania. Por duhet në kështu të luajtur ashmëndsh që sigurisht pastaj këtyre duhet dhënë pushteti, ana merre. Sepse ty të takon, kur ulurin ka shumë, kur bën si e çmendur ose si histerike, e meriton edhe njëso pushteti në Shqipëri. Një pamje tjetër ishte disa të policisë shqiponjave, po të veshur në imborgeze, në civil, njerëzit kujtojnë se janë sigurimit shtetit, jo marë policia ka dhe njerëz që i nxjerrë me, si që ka në Itali, si që ka në Francë, kudo, që i dalin dhe të veshur civil, e ndërhyjnë janë antikrimi. Dhe kapin një me strajcat që i mate strajcat, mate gurët edhe shishet. Njëkohësisht edhe elemente të tjere cilët dyshohen se bëjnë dam të madh në shoqëri. Edhe po ju ikte. Më duket se ishte nga forma, edhe sigurisht pastaj dilte edhe me grushtin lartë. Tash një pamje që dalin me grushtin lartë, sepse janë ultramajtist. Del nga 4 orë që e manë policia, s'ka që e manë ma, e nxjerr jashtë, edhe përshnesin me grusht. Ta përshnesin me grusht njësoj si Fidel Castro, si Che Guevara. Nuk po them si Enveri, se këta s'janë me Enverin, se Enveri ju prishte veshët tyne. I çonte të nxirrnin krom. Po këta janë si kubanez. Është pamje. Njerë duke ikur me çantë, pastaj duke dalë nga rejoni i policisë. Pamje tjetër ishte ajo që bëjnë akuza këta trimat që i dëmtoi policia. Në fakt hapin kokën atë njëri tjetrit me gurë. Është pamje që bëri xhiron e botës. Shkonte për të larguar gardin dhe i kërcet me gjithë çantë. I hodhën gurë, nuk e di çfarë i hodhën, shkami, tulla. A çantë komplet ja hapën kokën. Shkojnë në spital dhe paturpsisht si Flamingo, mashtruese dhe gjenshtar që është bashkë me politikën, bashkë me televizionet, News 24-shin e kapterrit që s'paguan as drita, pysen Belliu. I thoshin e vrau policia, në pak hapnin kokat e njëri tjetrit. Po, policët i kanë dëmtuar se gjuajnë me gurë. Jo me vezë, vetëm me gurë. Skenat e vezëve janë sa për të thanë botës dhe me vezë. Pastaj largohen nga skena dhe gjuajnë me gurë këta. Me gurë dhe çajnë policinë e kushtjot, çajnë edhe kokat e njëri tjetrit. Pastaj kam 2 pamje, dhe kjo është e fundit, të protestës nga sipër, atyre që po protestojnë. Të gjithë grumët që po protestojnë. Nuk janë më tepër se 150 vetë, 200 vetë. Dhe kjo sipas Grida Dumës edhe atyre që merë në studio janë Shqipëria. Janë Shqipëria. Këtyre të 200 vetëve të dhunshëm, gojndyr, qelbanik, ultramajtist, do t'i besojmë Shqipërinë. Si pas Arion Sulës, këto janë Shqipëria. Dhe si përgjigjet e kam ditë djanë më të sjuta të bidën. Që ti përgjigjet dhe ti përgjigjet shmirë, ati Arion Sulës Grida Dumës, ose Gridis filmit Guximtar e vegjël. Po bidoja nuk po të regohesh i matur, kështu kishte porosime se duket. E nuk ja thoshte në sy që ti, mor maskara, je mbrojtës i dhunës, dhe i mbrojtës edhe ke qenë gjithmonë i dhunshëm, në mendime, sepse ai s'ka menere që të bëhet i dhunshëm, dhe që sigurisht e shef personale
rrëzimin e pushtetit, sepse urren Edi Ramën do që të shkatrojë Shqipërinë. Është një pjesë e gazetarëve dhe një pjesë e medias Shqipëri që është e tillë. Është bashkëpunëtore e qelbur e politikës e pushtetit, sepse edhe media këtu e shef historinë e vet, histori pushtetit. Do të ketë më tepër nëse është lidhur me pushtetin, si me opozitën, si me pozitën, kudo që të jetë. Gjithmonë është e pushtetshme dhe e pasuruar kur ka një lidhje e tillë, një ngjizje e tillë. Dhe pikërisht këtë mbron edhe këta 200 vjet i konsideron e ardhmja e Shqipërisë. Këtyre i duhet dorëzuar Shqipëria, këtyre 200 vjetëve, cilët janë të gjithë të dhunshëm, ultramajtist ose folk bolshevikët e Sali Berishës, ose disa idiotë të shehajt aty, ose disa anarkistë dhe derbeder të llapajt. Sepse këto kanë mbetur, të tjerë nuk ka më. Ata dalin bulevard për xhiro. Këta bëjnë dhunën, dhe këtyre ju duhet dorëzuar Shqipëria. Këtyre duhet besuar e ardhmja e vendit. Këta 200 veta, 200 petritat e famshëm, këta janë 200 petritat e famshëm, janë e ardhmja e Shqipërisë dhe ky është populli shqiptar. Këta 200 levend të dhunshëm edhe maskarej, cilat një pjesë e medias i din për heroj të mëdhej, i din për sakrificat më të mëdha që po bën Shqipëria sot, janë këta legena që gjujnë me gur, me vezë, dhe që shajnë ku t'jetë më e ndyra që janë nxjerr goja, mashkuj dhe femra. E po, kjo është demokracia, kështu është demokracia. Me sa duket kështu e do dhe Rama, ai këto situata i kontrollon mirë sepse ju a di dhe tipin, i njeh, ka dhe të dhanat për to. E keqja është e madhe për shqiptarët, sepse ata i kanë besuar Ramës të mbaj shtetin e ta drejtoj atë, normalisht. Jo të bëj për llogaritje. E kanë aty që ta drejtoj mirë dhe të ketë parasysh se ç'ponoll. Njëkohësisht edhe të plotësojë disa drejta që aty në shesh thuhen. Ai bën për llogaritje. E sigurisht edhe për mua nuk e meriton mirë, po midis asaj nuk meriton. Dhe kush janë ata që janë alternative ti, mbetet gjithmonë ai. Mbetet gjithmonë ai se dhe alternativat përballë tij janë shumë më të poshtra, shumë më të këqija se sa mund të mendojë njeriu. Janë edhe akoma më keq se Sali Berisha. Kam kujtuar që mund të jenë më mirë, po kam gabuar. Këta janë edhe më të zi se Sali Berisha. Sali Berisha aty është, i nxit, i përpunon, i fajson, pastaj i manipulon, po këto janë për faqe të zezë. Dhe kush mbetet? Mbetet përsëri ai që bën për llogaritjet dhe që ka emrin Edi Rama. Dakord, miqtë mi?